Kreu Bashkisë së Shkodrës Benet Beci inspektoi nga afër punimet në bulevardin Skënderbeu në qendër të qytetit. Aktualisht në këtë segment rrugor prej 1 kilometër po punohet për riasfaltim. Në videon e shpërndar për mediat nga zyra shtypit e Bashkisë Shkodër, Beci thot se kjo është një ndërhyrje e planifikuar që vjen pas asaj në kolektorin në qendër të qytetit, që zgjidh problematikën e përmbytjeve sa herë ka rreshtje shiu. Është një ndërhyrje komplekse në zemër të Shkodrës, në bulevardin kryesor Skënderbeu. Pasi kemi pas disa ndërhyrje në lidhje me kolektorin kryesor, kur siç e dini ka qenë një nga problemet e qytetit gjatë kohës së rreshtjeve, lidhja e gjithë kanaleve, krijimi i një rrjetit të mirëfillt të kanalizimit ishte puna e parë e cila mbaroi dhe tani po vazhdojmë me asfaltimin e gjithë aksit. Është gati 1 kilometër gjatësia e këtij aksi që do të përfundojë në 2-3 ditë. Sigurisht ka qenë një kohë pak probleme me trafikun dhe kërkojnë ndjesë banorëve për këtë periudhë, por besoj se është një nga investimet më të rëndësishme dhe dinjitoze do thoja për Shkodrën në këtë aks kryesor të saj. Në fundin e muajit janar nisi puna për sistemimin e plotë të rrjetit nëntoksor, i kthyer prej vitesh në shqetësim për këtë zonë. Pas sistemimit, tashmë bashkia ka nisur asfaltimin e plotë të gjithë segmentit nga sheshi Demokracia përgjatë bulevardit Skënderbeu.